Qyteti i Gurdvion të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për vizitorët vendas dhe të huaj. 4 muzet kryesor të Gjirokastrës që mbartin histori dhe vlera të veçanta kulturore kanë tërhequr një numër të konsiderueshëm turistësh. Vetëm nga muaji janar deri më tani, rreth 4.000 vizitor kanë zgjedhur të njihen nga afër me historinë dhe traditën që këto muze përcjellin. Gjirokastra është një qytet shumë i bukur dhe plot histori. Vizituam edhe Kalan dhe pamja prej këtu është e mrekullueshme. Muzet ishin mjaft interesant, me larmishmëri elementesh. Sipas të dhënave, aktualisht është duke u punuar për mirëmbajtjen e muzeve dhe pasurimin e tyre me element të rinj. Kanë qenë kryesisht vizitorë të huaj, italian, francez, spanjoll, grek, ndërsa gjatë fundjavave numri më të madh zën vizitorë në vendas, sidomos tani që janë përmirësuar dhe kushtet e motit. Interes kanë treguar sidomos për muzeun historik të qytetit, që ndodhet këtu në Kalan e qytetit, për burgun në 7 penxerave, duke qenë se është një burg i përdorur edhe gjatë periudhës së regjimit komunist. Kjo i bën atë interesant përpara vizitorëve. Muzet e Gjirokastrës vazhdojnë të tërheqin vizitorë duke i dhënë qytetit një impakt të rëndësishëm për turizmin kulturor dhe duke pozicionuar si një destinacion kryesor në jug të vendit.